24 qershor. Entuziazmi hyjnor. Mos jini përtatës në zellshmëri. Jini të zjarrt në frym. Shërbejini Zotit. Romakëve 12:11. Imagjinoni një kuzhinë në një fermë të vjetër britanike, mbi sobën e së cilës qëndron një tigan plot me ujë që po valon. Ky është imazhi që përdor Pali këtu në lidhje me përkushtimin frymëror. Në thelb, ai thotë se në Krishtin ne duhet ta mbajmë atmosferën tonë frymërore duke valuar. Ne nuk duhet të jemi të nxehtë dhe pastaj të ftohtë. Nuk duhet të jemi entuziast në një çast dhe ta humbasim vrullin në tjetrin. Sa po hiri i Perëndis të na ketë kapur dhe të jemi transformuar nga Krishti, duke marrë drejtësinë e tij me anë të besimit, ne duhet ta zbatojmë atë drejtësi në jetën tonë. Një pjesë e asaj drejtësie të zbatuar është të bësh punën e Jezusit me një lloj entuziazmi të frymëzuar dhe të urdhëruar në mënyrë hyjnore. Megjithatë, është e lehtë të priresh nga përtatësia dhe të kalosh në një gjendje frymërore me gjysmëzemre. Libri i fjalëve të urta ka shumë për të thënë, shpesh me një shije humori, për rreziqet dhe rezultatet e një jete përtatësie. Një fjalë e urtë përshkruan dikë që është aq dembel, saqë pasi e ka futur lugën në tas, përton ta çojë te goja. Fjalët e urta 19:24 dhe 26:15. Një tjetër përshkruan përtatësinë si një burr që mbështillet poshtë batanies së tij dhe qëndron atje. Ashtu si lëviz porta në menteshat e saj, kështu sillet përtatësi në shtratin e tij. Vargu 14. Në kontrast me këtë, qëllimi përfundimtar i zellit të fuqizuar nga fryma është që t'i shërbej Zotit. Sa e rëndësishme është që ta mbajmë parasysh këtë synim. Kur e bëjmë këtë, e kuptojmë se si edhe veprimtaria më e parëndësishme, përshëndetja e një klienti, pastrimi i rrëmujës në shtëpi, futja apo nxjerrja e enëve nga enlarsja, mësimi i njëri tjetrit, mbajtja e shënimeve, bërja e një injeksioni, biseda me fëmijët tanë, çdo gjë mund të bëhet një akt frymëror adhurimi. Edhe pjesa më rutinë e ditës sonë mund të pasqyrojë entuziazmin tonë hyjnor. Çfarë sjell zellin tënd frymëror në pikën e vlimit në këto ditë? Ti shërbesh Krishtit në adhurim, të flasësh për besimin tënd me një koleg apo një të panjohur, të kujdesesh për prindërit e tu të mëshuar, të mbështesesh veprën e Krishtit përreth botës. Çfarëdo që të jetë, mos e pakso zellin tënd. Mbaje ujin duke valuar ndërsa i shërben Zotit në çdo çast të çdo dite, si reagim ndaj hirit që ai derdh pa rreshtur mbi ty. Shko tek ai çdo mëngjes dhe kërkoj që ai të jap sigurinë se nuk do të lodhesh. Atëherë, në të gjitha gjërat, emri i tij do të shpallet dhe ai do të përlëvdohet.